Profesor Gjura, të hyj pak në geopolitik, se ju e njohni si mirë i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe profesor i saj. Pse pikërisht ky sulm tani, ku ne kemi luftën në Ukrainë, që as Donald Trump s'po e ndale dhe pse tha për 100 ditë atje përfundon lufta. Kemi luftën në Gaza dhe tani kjo luftë për shembull mes Izraelit dhe Iranit, ku dihet që Irani ka dhe aleat në lindjen e mesme, kemi pra edhe shtetet tjera. Jo, Izraeli kishte paralajmëruar vazhdimisht për një sulm të mundshëm sepse po kërcënohej nga Irani dhe këtu Leonid përmend sipas feje 3 faktorë që e detyruan sigurisht Izraelin të ndërmerrte këtë sulm të thjeshtë në javën e kaluar. Pari kemi patur në vijimsi edhe kohë të fundit deklarata provokuese të regjimit të Iranit për prodhimin e 15 bombave bërthamore në pak ditë. Kjo është e konfirmuar. Së dyti, Irani u tregu intransigjent të thashë dhe më sipër, sepse shtynte vazhdimisht nisjen datën e nisjes të negociatave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këto interesi është i Izraelit, pra për të pasur një marrëveshje të re për programin nuklear. Dhe së treti, mos harrojmë se organizata terroriste si Hamasi, Hezbollah, Gjihadi Islamik dhe rebelët Husi në Yemen kanë patur dhe kanë mbështetjen e Iranit, pra janë proxit e Iranit. Dhe duke kombinuar këto 3 faktorë dhe momentin, ndoshta një moment të përgjumje të po them të shërbimeve sekrete apo të gardës revolucionare të Iranit, ato gjeten pikërisht natën e 13 tetorit, nëse jam i saktë, dhe vendosen që ta nisin një sulm të tillë. Por, Leoni them gjithashtu se konflikti midis Izraelit dhe Iranit është një konflikt edhe ideologjik. Pra, ne duhet kujtojmë deklarata në vijimsi të ish presidentëve të Republikës Islamike të Iranit dhe leadershipit aktual, të cilët flasin për një botë, për hartën e një bote pa Izraelin në të. Dhe kjo deklaratë të tilla kanë qenë të hapura në të kaluarën në stop. Që në kohën e ish presidentit Ahmadinejad, ne dimë gjithashtu që ka qenë ky president i cili mohonte Holokaustin, apo nuk pranonte që Izraeli të ishte pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pra, nëse raportet e Izraelit me disa vende të linjës së mesme janë armiqësore, me disa të tjera janë më pak armiqësore, me disa vende të linjës së mesme ka marrëdhënie diplomatike siç është Jordania dhe Egjipti, me Iranin situata është krejt ndryshe. Regjimi i Iranit, Khamenei e kështu me radhë, ato në vijimsi dhe aktualisht kanë deklaruar për zhdukjen e shtetit të Izraelit. Pra, edhe një herë përsëris për një botë, pra hartën e një bote pa Izraelin në të. Dhe në të kuptim se mund kjo ka qenë shumë specifike dhe për Izraelin kjo ka të bëjë me ekzistencën e shtetit të vet dhe ato pa diskutim që e justifikojnë me vetëmbrojtje pra të ekzistencës së shtetit të Izraelit. Kjo është arsye themelore që ne duhet të dallojmë, të bëjmë dallimin midis raporteve të Izraelit me Iranin dhe raporteve të Izraelit me vendet të tjera të linjës së mesme, edhe pse tash natyrisht kanë ato nuanca të tyre. Profesor Gjuraj, në thonjë a ka vdekur diplomacia, nuk ka më, le të themi, politikan apo diplomat si Kizingeri dikushëm apo edhe tjerë emra, të cilët me gjuhën e fjalës vendosnin paqe dhe shuani konflikte. Ndoshta, natyrisht personaliteti që ju përmendet është personaliteti antral të gjendën sot, por nuk besoj. Ka përshtatje, diplomacia nuk des kurrë, sepse ajo ka shfaqet në forma më të ndryshme. Sot mos harrojmë se jetojmë në një botë e cila jetojmë në botën postmoderne dhe tani zhvillimet teknologjike natyrisht kanë impaktin e vet në zhvillimet shoqërore, në zhvillimet politike kështu me radhë. Teknologjia është kudo, është në mbrojtje, është në agjencitë e shërbimit, në shërbimeve sekrete e tjerë. Megjithatë, përtej faktit nëse mund të ketë diplomat, negociator, të cilat janë broker në konflikte të tilla, mund të jenë më pak të zot ose më shumë të zot, kjo është një diskutim tjetër, por që diplomacia po punon edhe këto ditë, edhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, të cilat janë vende me influencë respektivisht për Iranin dhe për Izraelin, po përpiqen që pavarësisht
shpëtimet janë jashtëzakonisht dinamike dhe situata ka precipituar dhe kemi edhe vrasje të civilëve, ato po bëjnë zhvoj presioni që të mund të për të një pike pastaj palë mund të ulen në bisedime që të kemi një marrëveshje të re për programin bërthamor të Iranit, ku edhe Izraelit të mund të jetë i kënaqur si kush ta pranojë dhe të garantohet që nuk do të rrezikohet ekzistenca si shtet.